Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e peshores. Peshore në javën e parë të korikut ju shikoj të lumtur, ju shikoj në një situatë shumë harmonike, ju shikoj shumë të favorizuar. I gjithë muaji korik do të jetë një muaj shumë i favorshëm për ju, por që në javën e parë do ta ndjeni që në çështje që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, me profesionin, me imazhin tuaj, ju do të jeni të përkrahur dhe e keni fatin në anën tuaj. Pse e them këtë gjë? Sepse Saturni, planeti që sjell sfida, vështirësi, planeti që lidhet me energjinë e prorëve, që lidhet me strukturat hierarkike, sidomos për ato peshore që punojnë në korporata, në kompani të mëdha, është në shenjën e Dashit, që është shenja e kundërt e juaja dhe kjo ju ndihmon, ju lehtëson jashtëmase. Prandaj, nëse doni të kërkoni për një nder në punë, për një favor, për shembull doni që t'ju ndryshojnë orarin e punës, sepse filloni punën orën 8, po ju jap një shembull, se ky është një lexim i përgjithshëm, mund të jetë diçka e ndryshme për persona të ndryshëm, por do ta fillosh punën në orën 9, që të kesh mundësi në mëngjes të përgatisësh fëmijët për shkollë dhe do ta mbyllësh një orë me vonesë, do ta kërkosh këtë si ndihmë, si favor nga e prorët, janë shumë herë më të predispozuar që të ndihmojnë edhe të t'japin atë, të t'aprovojnë atë që ti kërkon në këtë javë, sesa në periudhë tjetër. Shfrytëzoje maksimalisht, kërko për nder, kërko për favore, kërko për lehtësira të ndryshme, kërko për leje nëse të duhet leje, çfarëdo qoftë kjo gjë që ti e ke menduar prej kohësh, ke thënë kur ta kërkoja, është koha e dur apo jo, mos më thon jo. Ky është momenti, kjo është koha më e duhur, shfrytëzoje këto 2 javët e para. Gjithashtu, në raportin e dashurisë dhe të romancës do ndjeni shumë të përgëdhelur nga ana e partnerit dhe e partnerës tuaj. Nëse jeni në një raport në çift, do të merrni vëmendje, do të merrni ndoshta edhe komplimenta gjatë kësaj jave, do të kuptoheni shumë mirë, mund dilni bashkë, do të jetë një situatë shumë harmonike në familje, shumë e qetë. Për ato peshore që janë single, shikoj që dikush që është interesuar për ju, një person që mund të ketë edhe një diferencë moshe me ju, mund të jetë 10 vite më i madh se ju, ose mund të ndodhë edhe për meshkujt e shenjës së peshorës që ka një diferencë moshe, është dikush që ka një interes të fortë ndaj jush. Ky është një person i suksesshëm, ky është një person i realizuar, ky është një person me mundësi shumë të mira nga ana financiare, një person që mund të ketë shenjën ascendente ose shenjën e diellit në shigjetar, që le të themi do ta vendos atë shigjetën tek ju, shigjetën e Kupidit, fokusin komplet tek ju, që do të përpiqet që t'ju bëj për vete dhe do ta tregoj hapur se sa interes ka ndaj jush. Në javën e dytë, pastaj e shikoj si një javë shumë të favorshme për çështje që kanë të bëjnë me dokumenta, shkresa, çështje migracioni, çështje që kanë të bëjnë me gjykata, vendime, gjithçka do të merrni rezultate pozitive, do të zgjidhen në favorin tuaj, do të jeni shumë të kënaqur dhe këtë ndihmën që kërkuat ose për krajën që kërkuat në javën e parë, këtë ndryshimin, këtë favorin në punë, kërkojeni që të vendoset me shkresë, për të jetë gjithçka zyrtare, jo vetëm një gjë që ju e kërkoni vetëm një herë, ta bëjnë si ndryshim deri në javën e dytë. Pse e them këtë? Sepse Mërkuri, planeti që lidhet me komunikimin, lidhet edhe me pjesën e dokumentave, shkresave, mbas datës 18 futet në prapavi peshore dhe nuk është mirë të firmosësh asgjë gjatë Mërkurit të kthyer. Prandaj kërkoje në këto 2 javët e para që ta mbyllin çdo gjë, ta dërgojnë me email, ta ndryshojnë ndoshta kontratën e punës, çdo gjë të jetë e përfunduar. Kjo do të krijojë xhelozira nga personat të tjerë, kolegët, sepse do t'ju duket si ka mundësi që ty të favorizuar për një gjë që nuk ju është dhënë askujt. Askush nuk e ka marrë si opsion, askujt nuk ju është bërë ky nder.
ky favor, vetëm ti e more këtë gjë. Ato e din që ju jeni shumë diplomatik, ju jeni shumë të kujdesshëm, ju keni raporte pozitive, peshorët në përgjithësi kanë raporte shumë të mira me të gjithë në punë, po prap do të ketë tensione që do t'i ndjeni në javën e tretë, sidomos, ku edhe mund t'ju sulmojnë, që ty të mbajnë me hatër, ne asnjëherë s'na është dhënë kjo gjë, ja ty ta dhanë me një herë, vjen e gjitha nga xhelozia, nga fakti që ti je në një pozicion kaq të favorshëm. Për të tjerë, shikoj që në javën e dytë ky person që ju do të filloni këtë njohje, mund të jetë një person që ose ka pasur një çështje ligjore, të hapur probleme me ligjin më përpara, ose është një person që është i divorcuar, i ndar, dhe në javën e tretë familja juaj ose shoqëria peshore mund mos jetë dakord me këtë njohje, duke thënë që ti meriton më mirë, ky person ka pasur probleme më përpara, mund të ketë probleme të tjera në të ardhmen, ose pse duhet marrësh një person që është i divorcuar, ku mund të krijosh një lidhje me një person tjetër. Pra, këto janë gjëra që do t'i dëgjoni nga të afërmit, nga të afërmit apo nga të njohurit apo nga shoqëria. Ju do të përpiqeni që t'i bindni për këndvështrimin tuaj, për ndjenjat që ju keni, për mënyrën se si ju e shikoni situatën, edhe të mbroni personin tjetër, ose do mbroni veten tuaj në qoftë se është diçka që ka të bëjë me punën, edhe të thonë jo, unë e meritoj këtë gjë, se unë kam punuar kaq vite, unë jam një person që gjithmonë jam në orar, ose unë e kam bërë veten për të merituar këtë ndihmë që më dhanë në punë, ose këtë lehtësim që më dhanë në punë, ose do mbroni veten, ose do mbroni këtë person që jeni në njohje. Megjithatë do ndiheni pak të sulmuar dhe do t'ju duket sikur nuk ju kuptojnë në javën e tretë. Do t'jetë edhe koha kur Mërkuri është i kthyer, kështu që është normale të ndodhin keq kuptime, është normale që disa gjëra ndonjëherë kur i ke edhe pak vetë si problem, si pikë të dobët, kur edhe vetë e ken pak me siklet diçka, edhe kur dikush të thot një gjë që jo në mënyrë të drejtë për drejtë, ty nga që të djeg vetë aty e ke vetë si problem, si bezdi, reagon ndoshta më shumë se ç'duhet. Kështu që kujdes nga keq kuptimet në javën e tretë, në javën e fundit unë shoh që do t'jeni shumë të prerë, nuk do duroni shumë, pa drejtësit nuk i keni qejf fare peshore. Prisni, domethënë mundoheni të jeni diplomatik deri në një farë pike, më vonë pastaj në fund të muajit do thoni dëgjoj, kjo është jeta ime, këto janë vendimet që i kam marrë unë, këto janë zgjedhjet e mia, po të pëlqeu, mirë, po s'të pëlqeu, shko ankohu tek dikush tjetër, unë këto zgjedhje kam bërë. Dhe nuk ke pse më mban qëndrim apo pse i diskutojmë këto gjëra. Do t'jeni shumë të qartë, shumë të prerë. Ju thash, jeni të kujdesshëm, jeni diplomatik, mundoheni mos të prishni le të themi biseda, mos prishni muhabet me njëri, jeni sa më neutral, kjo është diçka që është e rëndësishme për ju, po ama kur ju shtyn, ju bëjnë presion, kur ju ngacmojnë her pas here, ju jeni edhe shumë të fortë, shumë luftarak, dhe dini ta mbroni veten, dhe dini t'i vendosni pikat mbi i në momentin që dikush tjetër i kalon caqet dhe limitet e çfarë i takon, çfarë mund të komentojë dhe çfarë është e tepërt. Kjo do t'ju ju jeni shumë të qartë me veten tuaj, ju jeni rahat me të gjitha zgjedhjet që keni bërë për veten, ju ndiheni mirë. Këto janë thjesht përballja me të tjerë. Thash, jeni kaq të përkrahur, kaq të favorizuar nga fati në muajin korrik, sa sigurisht ajo sjell edhe pak xhelozi së jashtme. Por qëndrojeni asaj çfarë ju ndjeni, asaj çfarë ju mendoni. Edhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju më thot romance, lavish the one you love with personal attention and affection. Pra, jepi dashuri, mbuloje me dashuri dhe me vëmendje personin që ti do. Dhe shikoni edhe numrin 2 plus 5, 7, dhe java e tretë kemi sërish 7-ën. Pra, atëherë kur të tjerët ju sulmojnë më shumë, atëherë kur ju ndjeni vetëm,
në zgjedhjen tuaj, që të tjerët nuk e përkrahen zgjedhjen edhe vendimin tuaj, atëherë është momenti që ju ta ktheni fokusin dhe vëmendjen tek raporti në çift, sepse vetëm ju të dy e dini se çfarë ndjeni kur jeni me njëri tjetrin. Vetëm ju të dy e ndjeni energjinë që ky person ka ndaj teje, se si sillet, se si vepron, qëllimet që ka, ti ndjen sepse ti je me personin, ti e një personin më shumë, mund të të ketë sqaruar, mund të të ketë thënë gjithçka historikun mbi jetën e vet, mbi ngjarjet, çfarë ka kaluar, çdo gjë. Pra ti e njeh këtë person më mirë se çdo kush tjetër. Dhe në vend që të fokusoheni shumë tek lufta dhe dëshira për të bindur të tjerët, më shumë ktheje fokusin tek romanca. Këtë thot orakulli, thot romance, jepe vëmendjen, jepe tërësisht dashurinë dhe fokusin tënd tek personi i zemrës, jo tek njerëzit e tjerë që do të jetë një energji e humbur kot. Një energji që ty do të bëj vetëm të ndihesh lodhje, të shkosh të mblidhesh pastaj me personin e zemrës edhe të mos ndihesh mirë, të ndihesh sikur një lodhje nga ana nervore, nga ana psikologjike, pas një lloj përfitimi, kur mund thjesht të shkëputesh nga këto diskutime, duke u treguar të prerë dhe të qartë, dhe duke shpenzuar më shumë kohë me njëri tjetrin, edhe për ata që janë në fillim të njohjes, për sa kohë që ti nuk shikon asgjë që është negative apo asgjë që është për tu alarmuar për shkak të statusit edhe pozitës së këtij personi, sepse është një person i suksesshëm, është një person i realizuar, mundet që këto njerëzit e tjerë t'i thonë edhe thjesht për xhelozi, sepse ndoshta nuk e kanë mundësinë për të njohur dikën në atë rang që ti e ke. Kështu që mos e shiko këtë pjesë, shiko vetëm çfarë ti merr në momentin që komunikon me personin, në momentin që jeni bashk, nëse nuk ndjen që ka një gënjeshtër apo ka diçka që mund të të bëj të të alarmoj apo të të bëj që të kesh dyshime, mos i fut vetes strese që nuk i ke, që nuk janë të nevojshme, thjesht shijoje këtë romancë, këtë njohje. Kjo është gjithçka që unë shikoj për ju të shtrenjtët e mi. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga websajti im, aty kam të listuar të gjitha llojet e leximeve që ofroj. Në www.goldentruthtarot.com, aty mund të gjeni edhe tarot e para shqiptare, mund t'i porosisni letrat e orakullit, të dyja vinë bashkë me librin që ju shpjegon se si t'i lexoni vetë letrat, dhe keni edhe plot stoli me gur dhe kristale të çmuara që mund t'i porosisni direkt nga websajti. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat dhe bashkë do të dëgjohemi. Mirupafshim.